Bricjapi. Nuk është e vërtet që disa kanë forcë vullneti e disa tjerë jo. Ka thënë mjeku psikolog amerikan i shenjës Bricjapit James Gordon. Problemi, ka vazhduar ai, është se disa janë të gatshëm të ndryshojnë e disa tjerë jo. Ja sepse o Bricjap, bura grua qofsh, dikujt në vështrim të pari duke si një person jo shumë i vendosur e jo me aq vullnet. Ndërsa unë të them që duke filluar që këtë javë, ti je gati me një vullnet të çuditshëm që kishe kohë që nuk e ke pasur, të shkosh drejt atij ndryshimi, të bësh atë hap për të cilin je i bindur që duhet të bërë. Ky hap mund të jetë në lidhje me një ndryshim aktiviteti, mund të jetë me lidhje me një gjë tjetër, edhe pse jo edhe një udhëtimi që deri më sot as nuk e kishe pritur që të bëj, ka shumë mundësi që duke filluar që sot të shkosh drejt ndryshimit, që do të jetë një ndryshim radikal që do të jap rezultate të shkëlqyera.